Shikues të nderuar, me mbrëma jemi sërish në emisionin Logu për të shkëlqitur shumë aspekte të shoqërisë civile në Ferizaj, të vështruara nga aktivitetet e OJQ-s Info, e cila dita ditës përshëndrohet në një shkollë jo formale, kisha për të thënë. Për të diskutuar për këtë, sot me mua është Albert Kadriu, drejtori ekzekutiv i OJQ-s Info, e cila këtë ditë, hiq më pak se 50 rresht në 7 qendrat e Kosovës, është duke organizuar panajirin e edukimit profesional, një aktivitet tepër i veçantë për një OJQ, e cila synon që pikërisht në këtë mbarim të vitit shkollor dhe fillim apo hapje të konkurimit për shkollat e mesme, të vëdësoj të rinjit apo filloristët se ka të mësojnë në shkollat profesionale. Albert, faleminderit që shpreh dëshmërinë të jesh me ne, dhe të na japësh disa nga aspektet e angazhimeve të Infos kohëve të fundit, po pikërisht motivi i kësaj bisede ishte kjo që thash pak më parë, për arsye se mbase është një projekt i natyrës tjetër i Infos, por që është shumë domethënës pikërisht në këtë kohë kur edhe mashti, por edhe institucionet tjera arsimore bëjnë shumë fjalë për edukimin profesional. Për çfarë projekti në të vërtet kemi të bëjmë? Së pari faleminderit për ftesën. Realisht organizata Info ka vlerësuar vite me radhë nevojën që shkollat profesionale ose pozicioni shkollave profesionale të ndryshoj, që komunat me pas një qasje ndryshe ndaj shkollimit profesional, duke qenë se ekonomia nuk mund të zhvillohet dhe ne nuk mund të planifikojmë një zhvillim ekonomik në degë të ndryshme siç janë bujqësia, industria, apo edhe degë të reja inovative, në rast se ne nuk krijojmë kuadro të cilët do të merrnin përsipër, do të thotë punët të cilat do duhet të kryeshin brenda atyre degëve të ekonomisë. Ne kemi vlerësuar që në masë të madhe komunat megjithse punojnë dhe kanë të zhvilluar programe të mira të edukimit profesional, kualiteti i mësimdhënies dhe kualiteti i nxënësve të cilët ndjekin këto shkolla profesionale është mjaft i ulët dhe ne përmes këtij projekti po tentojmë që të prekim 3 çështje kryesore. Para të analizojmë dhe të hulumtojmë se sa komunat punojnë ose sa komunat kanë në plan të vetin të zhvillojnë shkolla profesionale. E dyta ka të bëjë me fuqizimin e këtyre shkollave profesionale duke i promovuar ato tek nxënësit e shkollave fillore përgjithsisht, po edhe tek nxënësit e tjerë shkollave të mesme. Dhe e treta ka të bëjë me ndoshta propozimin e politikave dhe rekomandimeve nivelit lokal, komunave dhe nivelit qendror, se si ne e shohim të ardhmen e shkollave profesionale, po edhe në çka duhet punojmë më shumë, në mënyrë që të realizojmë një gjë të tillë. Pra ne kemi vlerësuar nevojën që këto shkolla profesionale të promovohen dhe të zhvillohen më tej, dhe kësaj ne po tentojmë që të japim një kontribut në këtë çështje. Zotë Kadriu, në ndërkohë, derisa i keni hyrë këtij projekti, a keni pas rastin të bëni ndonjë holimtim se në çfarë gjendje i keni gjetur këto shkolla, me çfarë sfida përballen ato, për arsye se vetëm në qytetin tonë, hiç qendra tjera të Kosovës, kemi shumë shkolla profesionale. Sakt. Domethënë duke nisur nga shkolla teknike, bujqësisë, në një aspekt të shkolla ekonomike është profesionale, shkolla e mjekësisë. Qendra kompetencës. Po, qendra kompetencës e tjera. Keni bërë ndonjë analizë më detajore, qoftë në aspektin kadrovik, qoftë në aspektin e profileve, qoftë në aspektin e kabineteve, punëturive e tjera? Ne do të zhvillojmë një ulëmtim mjaft ambicioz, i cili do të analizojë gjitha këto komponente të cilat i përmende. Jemi në fazën ku ne po analizojmë në nivelin e nxënësve, mbi perceptimin që kanë ata për shkolla profesionale, duke intervistuar dhe duke bërë anketa, pra 2 format e hulumtimit kualitativ dhe hulumtimit kuantitativ. Ne kemi përfunduar anketimin e më shumë se 440 nxënësve të shkollave fillore dhe të mesme të gjithë Kosovës, pra në 7 qendrat kryesore të Kosovës, dhe tashmë jemi në fazën e intervistimit, pra dhe në fazën e fokus grupeve që hyjnë në pjesën e hulumtimit kualitativ për të analizuar dhe për të identifikuar domethënë çështjet të cilat prekin shkollimin profesional, duke filluar nga problemet, sfidat apo edhe përparësitë që ato shkolla ofrojnë, apo edhe duke analizuar perceptimin e nxënësve lidhur me shkolla profesionale. Kurimet e perceptimit e nxënësve shpesh herë
qoftë perceptimi i prindërve, që shpeshherë është edhe vendimtar në orientimin e nxënësve për drejtime, por edhe nga këndvështrimi i nxënësve del sikur këto shkolla profesionale në farë formë janë shkolla rezervë. Po e quaj kështu në kuptimin rezervë të fjalës rezervë, po bëjmë pak lojë fjalësh, nisën nga fakti se njëherë prindrit i orientojnë fëmijët në gjimnaze, apo në shkolla tjera, sikur mjekësia, këtë në fund, atëherë kur s'kan ku regjistrohen, apo ku mbesin pa regjistru, atëherë e hedhin shikimin nga shkolla profesionale. A do të punoni që të ndryshon ky mentalitet dhe kjo qasje? Absolutisht. Ky konstatim është i sakt, ne jemi në përpunim të dhënave, po paraprakisht jam konsultu, domethënë me hulumtuesin i cili është duke përgatitur gjithë hulumtimin dhe duke realizuar atë, dhe del që në të vërtet shkolla profesionale konsiderohen si opsioni i dytë dhe ose i tretë tek nxënësit, por mbi të gjitha ndikimi i prindërve tek fëmijët e tyre për të mos u regjistruar në shkollat profesionale është mjaft i madh. Dhe kjo vjen për një numër arsyesh, kjo për shkak se në fakt cilësia e mësimdhënies është një perceptim i përgjithshëm se cilësia e mësimdhënies në këto shkolla është më e dobët, që realisht në bazë të konstatimeve tona paraprake, nuk do të thotë që janë përfundimtare, që cilësia e mësimdhënies nuk është në nivel shumë të madh të dallimit me gjimnazet, dhe e dyta, programet që ofrohen janë programe shumë më të mira dhe realisht ofrojnë mundësi më aplikative dhe ofrojnë më shumë mundësi për punësim të rinjt, por që ky perceptim vjen si pasojë e dy faktore, pra cilësisë mësimdhënies, cilësisë e programeve dhe do ta përmendja edhe cilësisë tretë edhe do të cilësisë ose strukturës së nxënësve që marrin pjesë aty. Po besojmë se ne vetë po i kontribuojmë cilësisë së strukturës së nxënësve, duke qenë se ne po i shtyjmë fëmijët e tanë që të shkojnë në një shkollë. Pastaj me rekomandime për drejtorinë e arsimit, por edhe për vetë mashtin, për arsye se edhe politikat e regjistrimit të nxënësve nëpër shkolla mbasi kanë kontribuar në krijimin e këtij perceptimi. Absolutisht. Vetë nxënësit, të cilët janë regjistruar në gjimnaz, me të cilët kemi bë fokus grupe, kanë thënë, kanë deklaruar se realisht do të thotë kriteret ose kualifikimet që kërkohen për të regjistruar në shkollë profesionale janë shumë të ulta, prandaj ata kanë konsideruar që shkolla profesionale nuk është e cilësisë së duhur dhe kanë kërkuar që ndoshta nëse rriten kriteret, atëherë do të ketë nxënës më të mirë dhe realisht do të ketë cilësi më të mirë. Sa i përket rekomandimeve, ne paraprakisht do doja që ta ilustroja me një shembull, ne dëshirojmë të analizojmë edhe planet që kanë komunat për zhvillimin ekonomik dhe se sa përputhen ato me zhvillimin e plan programeve për arsimin në ato komuna. Shembull po e marr komunën e Mitrovicës, e cila si degë kryesore të zhvillimit ekonomik ka planifikuar për disa vite në të ardhmen bujqësinë, degën e bujqësisë, por që realisht ajo komunë nuk ka shkollë të mesme, e cila do të krijonte të bujqësisë, e cila do të krijonte ose do të ndihmonte tregut punës të krijojë kuadro të reja, të cilat do të mirëshin në bujqësi. Domethënë për komuna keni hasë shkputje domosdoshmë strategjike, kisha ta shoj ashtu, domethënë nuk komunat nuk kanë kujdes që të harmonizojnë strategjitë. Sakt. Nga një fushë në fushën tjetër. Sakt. Vetëm për hir të qytetarëve, ndoshta që na ndjekin edhe drejt për drejt nxënësve, dhe për këto panajirit të edukimit, çka keni hasë, çka ju është afruar nxënësve? Shkollat kanë shpalos atë profilet e tyre profesionale. A kanë qenë të vizituara? A keni informacione edhe nga qendrat tjera të Kosovës? Po ne po realizojmë këto panajire me qëllim që vetë nxënësit e shkollave profesionale të promovojnë programet e shkollës dhe programet e tjera që hyjnë në kuadër të shkollës, programet jashtëshkollore, për me i tërheq nxënësit e shkollave fillore që të vinë të ndjekin mësimet në ato shkolla profesionale. Ne kemi konsideruar që është më e mira që vetë nxënësit i promovojnë ato. Kjo në ndërkohë është përputhur edhe me aktivitetin që bën mashti dhe drejtoria e arsimit me të ashtu quajtura ditët e hapura apo dyert e hapura të shkollave. Ka qenë kjo një koordinim mes juve apo kanë qenë dy iniciativa të pavarura? Jo, kanë qenë dy iniciativa të pavarura, por kanë qenë në koordinim me vetë shkollat
profesionale, pra ne jemi siguruar që gjitha shkollat profesionale të dizajnojnë një fletushk e cila përmban informacione lidhur me programet. Por për më tepër nëse ata kanë një lloj aktiviteti që realizojnë një revistë apo diçka tjetër, që ato t'i promovojnë, ne i kemi facilitu këto, pra i kemi ndihmuar që t'i shtypim edhe ju kemi sjell infrastrukturën e tjetër të nevojshëm dhe kemi siguruar që nxënësit e shkollave fillore përmes drejtorëve të shkollave fillore në 7 qendrat e Kosovës që të vinë në periudha ku nuk ju pengon mësimi, që të vinë në këtë panajë edhe të marrin informacione për programin. Po më intereson një aspekt. Shtatori do të vjen shumë shpejt dhe shkollat do të fillojnë sërish, domthonë gjeneratat e reja. A keni paraqë që të bëni pastaj një holimtim se sa është përmirësuar struktura e nxënësve dhe që ta merrni kushtimisht një rezultat të angazhimit të juaj për të parë se sa ka pas ndikim të drejt për drejt ky projekt në përcaktimin e rritjes nxënësve për shkollat profesionale. Absolutisht, ne kemi sisteme të vlerësimit të vetë aktiviteteve tona se sa ne arrijmë rezultatet të cilat kemi planifikuar dhe ashtu siç e thatë edhe ju, në shtator dhe gjatë muajit tetor ne do të planifikojmë që t'i masim rezultatet e tona, do të angazhojmë një person të jashtëm, jo nga stafi i organizatës, që të vlerësoj se sa janë në mënyrë objektive se sa janë arritur, sa janë përmbushur rezultatet. Ne nuk presim që brenda një viti kjo të ndryshojë, ne kemi parë edhe më herët iniciativa edhe të mashtit, edhe të drejtorive të arsimit. Ajo çka po tentojmë të bëjmë është të krijojmë një praktikë të tillë të promovimit dhe vlerësojmë që brenda disa viteve, jo shumë gjatë, kjo do të ndryshojë, kjo strukturë do të ndryshojë, por gjithashtu edhe komuna duhet të punojë më shumë që të përmirësojmë programet. Para se të kalojmë në aspekte tjera të angazhimeve të INPOS, po më intereson një segment që është mjaft i rëndësishëm, e përmendet pak më herët, te kurrikulat për shkollat profesionale, shpesh ato i nënshtrohen disa ndryshimeve, varësisht për donacioneve dhe aspekteve tjera, për arsye se shumë asociacione OTB-s kanë investuar në shkollat tona profesionale. A do të ngritni interesimin apo çështjet që shoqëria civile të bëhet pjesë e hartimit të kurrikulave, bazuar në rezultatet që do del nga ky projekt? Për arsye se disa aspekte të kurrikulave kanë nevojë për ndryshime. Absolutisht, ne vlerësojmë që edhe roli i shoqërisë civile është i madh, por tek shkolla profesionale ne vlerësojmë se roli më i madh do duhet të ishte edhe i vetë bizneseve, sidomos bizneseve të mëdha, të cilët kërkojnë kuadro të kualifikuar, por që nuk kanë mundësi, sepse kushtojnë më shtrejt, që ata t'i kualifikojnë vetë kuadro të cilët do t'i punësonin dhe do të punonin për ta. Dhe kemi parë shumë shembuj, sidomos në komunën e Pejës, të cilat bizneset kanë ndikuar që të futen disa programe, të cilat profile, të cilat do t'i ndihmojnë atyre që t'ju sigurojnë vendin të rjetë punës. Dhe ka nevojë për një afrim të bizneseve me shkollat profesionale. Absolutisht, sepse kjo pastaj e ofron më shumë procesin mësimor, shkollën me tregun e punës. Pra, nxënësit të cilët janë në shkollë profesionale të një profili të caktuar, e cila është ose është investim edhe i vetë biznesit, dhe thotë se ata kanë një vend të sigurt të punës në momentin që i përfundojnë shkollimin. E unë vlerësoj që shkolla profesionale nuk kanë rol tjetër përpos se me ofru nxënësve të tyre me ofru hapësirën mes tregut punës edhe mësimdhënies. Arbër, nuk di sa pajtuat në fillim si motët e emisionit thash se OEQ-in po në shumë segmentet e punës së saj po shndrohet në një shkollë jo formale. Këtë pata parasysh kur jo vetëm për shkak të programit për shkolla profesionale, por nisur nga fakti se tash po bëhen disa vite që INPO në kuadrat e vet ka një shkollë, ta quaj kushtimisht edhe shkollë është, shkollën e aktivizmit, e cila kultivon përveç shumë aktivitete dhe trajnimeve me të rinjt, kultivon apo organizon edhe debatin tashmë të njohur në gjithë Kosovën, të krijuar një traditë debatuese, debatin Kal Popper. Si vetë çfarë aktivitete keni marrë dhe sa është rrit kjo shkollë e aktivizmit? Prej vitit 2011 ne zhvillojmë këtë program, pra shkollën e aktivizmit, e cila në thelb ka për qëllim që të edukoj të rinj të bëhen më aktiv në shoqërinë dhe komunitetin në të cilën jetojnë. Krejt çka ne bëjmë është që kemi ndërtuar një kurrikul e cila ju ngjan shkollave apo edhe akademive të ndryshme verore dhe kemi zgjedhur trajnuesit mjaft të kualifikuar për fushat të cilat ne zhvillojmë, domethënë këto programe trajnuese dhe edukuese, me qëllim që t'i bëjmë të rinj
t'ju japim disa mjete të punës, për quaj kushtimisht, mënyrë që të bëhen më aktiv në shoqëri. Edhe me këtë rast sa diun keni pas bashkëpunime me shkollat e mesme. Absolutisht, kemi pas bashkëpunime me shkollat e mesme, kemi pas bashkëpunime me drejtoritë komunale, kemi pas bashkëpunime me komunat, kemi pas bashkëpunime edhe me donatorë të tjerë të jashtëm të cilët e kanë përqafuar këtë ide. Këtë aktivitet keni shtrirë në shumë qendra të Kosovës, apo? Po, deri më tani është shtrirë në 16 qendra të ndryshme të Kosovës, pra prej vitit 2011. Jemi rikthy përsëri prej vitit 2015 dhe 2016 deri në fund vitit 2016, jemi rikthy 8 qendra më të mëdha të Kosovës, po me duke i japur mundësi edhe nxënësve të shkollave, nxënësve të komunave më të vogla, të cilat janë përreth atyre rajoneve. Do doja që të përmendja disa numra të cilat janë jashtëzakonisht të rëndësishme, e bëjnë këtë shkollë shumë gjithëpërfshirëse. Deri më tani kanë ndjekur shkollën e aktivizmit më shumë se 900 pjesëmarrës dhe më shumë se 1800 pjesëmarrës, 1800 të ri kanë aplikuar për shkollën e aktivizmit. Shumë optimiste është fakti që më shumë se 57% të pjesëmarrësve janë vajza, dhe kjo neve na bën krenar, sepse në fillim ne kemi bërë një rregull të kuotës barabartë gjinore, por kjo kuotë është prish në aspektin afirmativ, sepse kemi pas më shumë pjesëmarrje të vajzave, kjo na bën neve më shumë krenar. Ne kemi arritur që të kemi një grup të madh të vajzave, të cilat kemi tentuar që të fuqizojmë më shumë, të fuqizojmë rolin e tyre në shoqëri, kemi pas edhe nga komunitetet e ndryshme në Kosovë, dhe deri më tash kemi një numër të madh edhe të pjesëmarrësve të shkollës aktivizmit, të cilët tashmë janë aktiv në shoqëritë civile, janë aktiv në media, janë aktiv edhe në parti politike dhe institucione të tjera. Kemi edhe asamblejist të komunave të ndryshme të cilët më parë kanë qenë pjesë e shkollës aktivizmit, kemi këshilltarë dhe pjesë të kabineteve qeveritare, pra njerëz të cilët janë përfshirë përmes projekteve të ndryshme për të ndihmuar qeverisë në procese të ndryshme, apo edhe në shoqëritë civile kemi njerëz të cilët tashmë po udhëheqin procese të ndryshme, po për më tepër i kanë ndihmuar vetë organizatës IMPO që në vazhdimsi të ketë kuadro të reja të cilat i ndihmojnë organizatës për më zhvillu më tej. Për shumë këto aspekte do të flasim pak më vonë pas një pushimit të shkurt publicitar, por natyrisht edhe në prizmin e raportit të shoqërisë civile me politikën. Një blok reklamash dhe kthehemi sërish. Por rikthehemi në emisionin Logu për të vazhduar bashkëbisedimin me drejtuesin e OEQ-sin po Arber Kadriun dhe për të folur për shumë aspekte të shoqërisë civile, shikuar në prizmin e aktiviteteve të saj, por edhe të atmosferës përgjithshme në shoqërinë tonë. Arber, patëm një periudhë shumë të tensionuar politike në vend, thjesht një krizë politike, dhe sikur shoqëria civile në këtë krizë ishte e heshtur. Pajtohesh me këtë konstatim? Do të pajtohesh pjesërisht, do të thoja që më duhet të bëj një autokritik vetë konceptit shoqërisë civile dhe organizatave të cilat ka një rol më të madh në këtë farë politikën në Kosovë. Unë do të vlerësoja që fatkeqësisht në një ambient kaq konfliktuoz, shoqëria civile nuk e ka luajtur rolin e duhur të cilën do duhet ta luante, dhe shpeshherë ka dalë jashtë tapetkut të saj, ndoshta edhe jashtë rolit të saj që ka në shoqëri, në mas të konsiderueshme një numër të thoja aktivistësh, të cilët identifikojnë veten me shoqërinë civile, janë identifikuar njëkohësisht edhe me disa iniciativa politike të partive politike në vend, edhe që kjo pak a shumë e ka pamundësu krijimin e një alternative të tretë për qytetarët, ose një mendimi të tretë, të neutral, do thoja, karshi dy mendimeve konfliktuoze që kanë pas pozita dhe opozita. Shpesh disa personalitete që janë më afër shoqërisë civile kanë qenë pjesë e debateve dhe krijimit të opinionit. Dhe sikur shoqëria civile është pajtuar me këtë rol. Po. A mendoni se aktiviteti i shoqërisë civile duhet të jetë përtej krijimit të opinionit? Kjo është një prej komponentave të krijimit një opinioni, krijimi i një forme të mendimit
kritik do të vlerësoja mbi një situatë caktuar politike. Po kjo gjë nuk është vetëm mjaftueshme. Po sakt, po edhe veprimit, ndoshta veprimit konkret, aktivizmit qytetar, mos pajtimit me situata të caktuara, kundërshtimit politikave të ndryshme, por duke kundërshtuar në parem dhe jo duke u bërë pjesë do të thoja agendave të ndryshme të partive politike, po unë do të vlerësoja që edhe mediat duke qenë se paka shumë ndërtojnë këtë opinionin publik, kanë dhënë hapësirë disa individëve të caktuar, që në të cilët ndoshta e identifikojnë veten me shoqëritë civile, ju kanë dhënë mundësi që të krijojnë këtë opinionin publik, i cili pastaj ndoshta paka shumë e kanë mbyt zërin e disa organizatave të tjera, të cilët nuk kanë ndesh mu identifiku me... Shikuar në këtë prizëm të zhvillimit të ngjarjeve, sikur kalon pasoja në këndvështrimin për shoqërinë civile, duke humbur paka shumë kredibilitetin dhe duke tentuar që disa kuadër të shoqërisë civile të bëhen edhe pjesë e pushtetit apo edhe pjesë e zgjidhjeve politike. Sa është rrezik ikja e disa aktivistëve të njohur të shoqërisë civile, edhe shndrimi i tyre në, siç thotë dhe ju, në pjesë të kabineteve të institucioneve apo të strukturave shtetërore, sa e dëmton imazhin e vërtetë të shoqërisë civile? Apo mbase për dikënd është një kalim normal apo rritje kapaciteteve të partive politike, por nëpërmjet një procesi kushtimisht ta quaj më emancipues? Unë para se me bën një vlerësim të tillë se sa e dëmton ose nuk e dëmton imazhin ose kredibilitetin e organizatave të shoqërisë civile, unë do doja që të evidentoja një fakt që në shoqërinë tonë pas luftës, domthonjë kapërcimi prej një sistemi tjetër politik në një sistem të ri më demokratik, edhe vetë konceptet mbi shoqërinë civile i kemi pak të paqarta, edhe që shumë njerëz pastaj mundohen që të identifikojnë shoqërinë civile në një rol ndoshta që nuk do duhet të takojnë. Apo një rol të përhershëm, po. Por mos harrojmë faktin që edhe partitë politike kanë zhvilluar një formë të dinakrisë të caktuar, e cila dëshiron me këngunësi që rolin e shoqërisë civile ta zvogëloj ose ta limitoj. Pra që mos të kenë një zë të rëndësishëm shoqëri dhe si e bëjnë atë, unë e vlerësoj që duke afruar sa më shumë individ të shoqërisë civile në vetë ato, dhe duke thënë se ja ne jemi për të marrë njerëz nga shoqëria civile, po kjo e dobëson vetë shoqërinë civile. Po shpeshherë edhe vetë njerëz të cilët janë brenda organizatave të ndryshme, nuk e kuptojnë sakt dhe mundohen që të identifikojnë veten me agjenda ndryshme politike, dhe kjo absolutisht e dëmton dëmton imazhin dhe kredibilitetin e organizatave të shoqërisë civile apo edhe aktivistëve të shoqërisë civile, sepse më qytetarët nuk kanë një mendim të tretë. Më qytetarët nuk kanë një zë të tretë, i cili nuk do të përfaqësohej me ndonjë agjendë caktuar politike. Pra, pikërisht ky zëri i tretë, nëse më lejon të ndërhyj, është një aspekt tjetër se derisa opozita ka synuar të merr vetëm njerëzit, kushtimisht thënë aktorët kryesorë të shoqërisë civile, te opozita patëm një tendencë tjetër, apo ende e kemi me marr komplet shoqërinë civile dhe aq më tepër të formon kushtimisht të quaj edhe nën lista të shoqërive civile, të organizatave të shoqërisë civile që të fut në gjion e vet. Kurse në anën tjetër disa masat e dhunshme që përdori opozita sikur stepen apo heshten shoqërinë civile. Si ishte këtë raport mes pozitës dhe opozitës, dhe është hera parë që opozita një farforme në përpjekje për ta marrë shoqërinë civile e dëboj ata nga vetja? Po, në momentet caktuar e merr, në momentet caktuar nuk arrin me marrë dhe i mbetet, po them kushtimisht i mbetet opozitës për të bërë një gjë të tillë. Po më e çuditshme është se si partitë politike opozitare në marrëveshjet e tyre ndërpartijake parashojnë klauzola ku ata i bëjnë thirrje ose parashojnë që brenda vetes do të kenë anëtar shoqërisë civile. Kjo nuk do të ishte forma më e mirë e mundshme në të cilën shoqëria civile do të përfshihej në politikë bërje. Unë besoj që roli ynë është rol më i mirë dhe më produktiv nëse ne nga prizmi i jashtëm do të kontribuonim në politikë bërje dhe nëse institucionet dhe vetë partitë politike janë më të hapura ndaj kritikave dhe analizave të cilat dalin nga shoqëria civile. Por, momentin që politikë bërja apo niveli institucioneve janë të mbyllura dhe nuk lejojnë qasje nga ana shoqërisë civile, shpeshherë aktivistë shoqërisë civile vlerësojnë se duke qenë pjesë
e partive politike, atë kontributin që kanë dashur me dhënë për jashtë, do të mund ta japin për brenda, po ajo krijon vetëm një iluzion të caktuar të momentit, që pastaj vlerësoj që do të jetë e qartë për ta që nuk është. Për të sqaruar pak a shumë këto aspekte që po I përmend, është mirë të lëshohemi pak në punën konkrete që e bënin në komuna, për arsye se realiteti politik I ka vënë në pozita të ndryshme, domethënë që të keni çësje të ndryshme. Pse? Në Prishtinë e monitoroni Kuvendin Komunal të Prishtinës, ku vetëvendosja si parti opozitare në qendër në Prishtinë është në komunën e Prishtinës, më saktësisht është në pushtet. Dhe për shembull LDK-ja në Ferizaj është në pushtet, krahas aleancë e cila është opozit shumë e zëshme për qendrën. Shikuar nga ky aspekt dhe nga programet për qeverisjen e mirë, që gjithashtu I keni si pjesë të veprimtarisë juaj, a mundesh me na tërhiqni paralele mes sa dallojnë këto qeverisje, çka flasin rezultatet e monitorimit, a kemi të bëjmë faktikisht me ngjashmëri të dobësive në aspektin menaxherial, apo kemi edhe dallime varësisht prej ku është në pushtet? Spari duhet me bëni dallim të vogël mes komunës Feriza dhe komunës Prishtinës, për nga madhësia. Dhe kjo pastaj do të aplikojë në të gjitha problemet apo edhe të mirat të cilat I kanë dy komunat, ose të mirat të cilat janë zhvilluar në politikat e dy komunave. Numri I madh I problemeve në komunën e Prishtinës, duke trajtuar çështjet e urbanizmit, ndërtimeve pa leje, ajo në numër më të madh se sa ato të komunës Ferizaj. Pra administrata e komunës Ferizaj përballet me një numër më të vogël të problemeve, por që në madhësi, por jo do thotë jo detyrimisht në substancë, jo në esencë, jo në esencë. Do të vlerësoja që sipas vlerësimit tonë, por edhe vlerësimit të organizatave të tjera, del që komuna e Prishtinës është më transparente se komuna e Ferizajt, nëse marrim për faktor transparencë. Indeksin e transparencës del që t'jetë më transparente komuna e Prishtinës se sa komuna e Ferizajt. Mirë po, në menaxhimin e paras publike del që komuna e Ferizajt shpenzon dhe menaxhon më sakt paranë publike se sa komuna e Prishtinës. Pra komuna e Prishtinës që shumë vite me radhë përballet me një suficit madh buxhetor dhe ky suficit po e përcjell edhe qeverisjen e vetëvendosjes dhe qeverisjen e zotit Ahmeti, dhe kjo paraqet një problematik, duke qenë se qytetarët e komunës Prishtinës kanë votuar zotin Ahmeti me premtimin se ky I fundit do të shpenzoj më drejt, më sakt dhe në masë të konsiderueshme paranë publike, por po dështon me bani gjatë të tillë. Ndërsa në komunën e Ferizajt shpenzimi I paras publike është gati si I tejkalon vlerat e 90% të totalit të buxhetit, ndërsa në komunën e Prishtinës nuk arrin 80% e kësaj vlere. Por edhe problemet të tjera, shpeshherë problemet për ndërtimet pa leje dhe uzurpimin e pronave publike është I njëjtë, pra po për shkak se Prishtina është qendër më e madhe, natyrisht që kjo problematikë ka një dinamikë më të madhe se sa në komunën e Ferizajt, por që në masë të madhe dy çështjet kryesore të cilat I ndihmojnë demokracisë, transparenca dhe shpenzimi I paras publike, dy komunat qëndrojnë do të thotë në një aspekt më mirë, në tjetrin më keq, por që unë do të thoja që komunat duhet shfrytëzojnë shembuj të mirë të kolegëve të tyre në komunat e tjera, në mënyrë që të përmirësojnë transparencën apo të përmirësojnë edhe mënyrën e shpenzimit paras publike. Shikuar në këtë prizëm përmendet disa nga problemet që ka pasur komuna e Ferizajt, ku tash po bëhet gati një dekadë që jeni një ndër organizatat e përhershme që bënin monitorimin e punës së Kuvendit Komunal, pavarësisht për ndrimit të pushteteve në qeverisje. Por në këtë qeverisje të zotit Sfaçak keni pas disa sfida, posaçërisht gjatë monitorimit apo analizës së drejtorisë urbanizmit. A keni kohëve të fundit një shpresë se do të dilen nga kjo situatë? Për arsye se kjo është një pyetje me peshë për shikuesit tanë, për arsye se pas një zhvillimi të hapshëm të ndërtimeve, pas ndryshimit edhe të disa sjelljes së disa planeve rregulluese dhe ndryshimit të kriterit urban të ndërtimit, megjithatë erdhi një stagnim pas ndërhyrjes së Ministrisë së Mjedisit, dhe tash jemi kushtimisht në një gjendje status quo. Nëse po më pyet nëse kemi shpresë, unë do të vlerësoja që sipas vlerësimit të organizatës ka shumë pak shpresë që
një gjendje e tillë të përmirësohet, duke pas parasysh një numër faktorësh. Faktori i parë është përfshirja e qytetarëve në hartimin e këtyre politikave të cilat prekin çështjet e urbanizmit. Ne kemi pa një dozë të arrogancës nga ana e pushtetit komunal, konkretisht nga ana e drejtorit të urbanizmit, kundrejt qytetarëve të cilët kanë një mendim ndryshe për qytetin apo kanë një vizion ndryshe për qytetin, duke na linçuar, duke na realisht edhe shantazhuar për punën të cilën e bëjmë dhe për mendimet të cilat e kemi. Por gjithashtu e vrejmë që komuna ka një tendencë për të përmirësuar çështjet e urbanizmit, por një tendencë e tillë nuk po përcillet me një formë të drejtë të ndryshimit të këtyre politikave sa i përket urbanizmit të qytetit, nuk dëshirojnë që të marrin opinionet dhe konsideratat e njerëzve të tjerë të cilët kanë ndjeshmëri për qytetin, ndoshta edhe më shumë se sa vetë ata, po duke përdorur fuqinë politike të cilën e kanë marrë nga të zgjedhurit dhe tashmë të shkputur nga ata të zgjedhur, të cilët nuk dëshirojnë më të dëgjojnë mendimet e tyre, dëshirojnë që të marrin vendime duke shfryzuar atë fuqi. Unë vlerësoj që ato vendime janë vetëm të dëmshme për qytetin edhe për zhvillimin e tij dhe asnjëherë nuk i bëjmë të mirë. Zotë Kadriu, kur jemi këtu, shpeshherë kem pas arsyetime kundërshënëse, për arsye se zyrtarët komunal, duke nisur nga vetë kryetari Sfaqa, shumë nga aspektet e ngatrimit të planeve rregulluese i kanë parë apo i kanë vlerësuar si dobësi të reagimit të Ministrisë së Mjedisit. Për arsye se disa vendime obligative që kanë ardhur nga Ministria e Mjedisit kanë ardhur me një vonesë të konsiderueshme. A jeni marrë me këtë çështje të harmonizimit të qëndrimeve në mes pushtetit lokal dhe qendror? Nuk është hera e parë që komuna e Ferizat përballet me një vonesë prej nivelit qendror. Po ne prej fillimit kemi vënë dyshimet, me thona të bazume, që kjo vonesë është bërë me qëllim dhe pastaj përzierjet e ndryshme politike kanë bërë që më kriju një situatë e caktuar. Dhe nuk kemi dashur që të përfshihemi në një mishmash të tillë dhe kemi konsideruar që të kemi një opinion të pavarur prej dy palëve. Prej fillimit, komuna, duke qenë se i ka njohur ligjet me cilat funksionon, është dashur të di që nuk ka mundur të nxjerrë një vendim të tillë, pa marrë parasysh nëse voton shumica e kuvendit. Këta anëtarë të kuvendit obligohen prej ligjeve në fuqi të Republikës Kosovës dhe nuk mund të nxjerrin ligjet ose vendimet të cilat janë kundërshtim me ligjet të cilat i kanë votuar të zgjedhurit përfaqësues të gjithë Republikës Kosovës dhe nuk mund të presin që Ministria t'ju tregojë sa i kanë të lehtëshme apo të palehtëshme. Po edhe në rastin konkret Ministria nuk e ka bërë detyrën e saj ligjore që i ka, që brenda një afati të caktuar ligjor, t'i kthej përgjigje nëse ky vendim është i lehtëshëm apo i palehtëshëm. Po kuptojmë edhe një gjë të tillë, që Ministria nuk ka as drejt dhe as detyrë që të shfuqizojë vendimet. Është detyrë vetë kuvendit komunal të Ferizaj që të shfuqizojë ato vendime. Ata vetëm mund t'japin rekomandime. Dhe ata dhe realisht kur ju kanë dhënë një gjë të tillë, fatmirësisht kryetari i komunës i ka pranuar këto dhe i ka ndryshuar sipas kërkesave ligjore që ata i kanë kërkuar. Po jo çdo herë sipas kërkesave të plota, sepse janë rikthyer disa herë për shkak të mangësive ligjore. Tash aktualisht jemi në një proces kur krahas janë duke zhvilluar disa procese brenda drejtorisë së urbanizmit, nëpërmjet hartimit të planit zhvillimor komunal, pastaj në zonës planit zhvillimor komunal, studimit fizibilitetit, pastaj hartimit të zonave hartave zonale. Hartave zonale, po. Sakt. Sa do të jetë po afër këtyre proceseve që faktikisht jetë një ndërmjetësues në mes qytetarit dhe zyrtarëve? Ne do të jemi shumë afër. Ne kemi zhvilluar disa takime me kryetarin e komunës Zotëri Sfaqa për t'i propozuar kontributin ton në këtë proces. Ne kemi propozuar që ta bëjmë sa më transparente gjithë proceset, të cilat do të zhvillohen në komunën e Ferizaj, dhe do të bëjmë një aktor i rëndësishëm i përfshirjes së qytetarëve të tjerë, i grupeve të interesit, i grupeve të ekspertëve, në mënyrë që të kemi dokumente sa më të drejta dhe të mira, por do të vlerësoja gjithashtu që hapat të cilat i ka marrë drejtoria e urbanizmit çdo herë janë hapa të gabuar, pra nuk i ka marrë hapa të cilat parashihen me ligj. Pra ka filluar të ndryshojë planat rregulluese
pa ardha fati për ndryshimin e tyre. Dhe duke e ditur se plani zhvillimor komunal, i cila është kushtetuta e gjitha akteve të tjera, pa ardhur dita e ndryshimit të saj, ka deshur që t'i ndryshoj rrethonat e tjera, mënyrë që të vijnë para rrethonave krejtësisht të ndryshme edhe t'i përshtatemi aty rrethonave. Tash, përballemi me studimin e fizibilitetit për zonën qendër, pa e ditë saktë se cila është zona qendër, sepse nuk kemi harta zonale të sakta dhe nuk kemi një plan zhvillimor të përditësuar. Pra ne duhet ta përditësojmë planin zhvillimor, të hartojmë hartat zonale, pastaj të bëjmë studimet e fizibilitetit dhe të bëjmë planet rregulluese sipas planit zhvillimor komunal. Pra gjitha hapat janë hapa të gabuar, po ne kemi vlerësuar që këto hapa të gabuar janë marrë me një tendencë të caktuar për përfitime financiare të grupeve të ndryshme të interesit, e për me shpjegu këtë gjë, vetëm shikoni deklaratat ose takimet publike ku vetë drejtori i urbanizmit deklarohet pa qytetarëve, s'pari herë ku ka qytetar aty i përgëzon për pjesëmarrje ndërtimtarët dhe jo qytetarët të cilët kanë aty, thuajse duke konsideruar që ndërtimtarët janë pashallarët e këtij qyteti dhe jo qytetarët të cilët duhet të vendosin. Mirë, Arber, është një segment tjetër që ndoshta duhet ta diskutojmë për shkak të mënyrës së funksionimit të INPS, për arsye se kohëve të fundit ka pas disa ndryshime në udhëhecjen e saj për shkak disa elementeve që janë imponuar në proces, që mbase kjo e tregon atë që ka fillim se INPS po shndrohet në një shkollë jo formale. Pse po them këtë? Për arsye se më parë drejtuesi i INPS Alban Haliti fitoi një bursë dhe shkojnë për studime në Zvicër. Më herët ishte Avni Betyqi, i cili gjithashtu fitoi një bursë dhe shkojnë në studime, kurse ju pret edhe juve një largim i shpejtë. Si e shef këtë ndryrim brenda organizatës dhe si e shef që shumë kuadrët e INPS drejt për drejt janë përfitues të bursave më të larta dhe më prestigjioze që jepen nga donatorët e huaj? Unë e shoh si një gjë pozitive, po do argumentoj sepse është pozitive, sepse jam në një pozitë më të vështirë për me argumentu se sa është pozitive. Unë vlerësoj se duke qenë se në një hapësirë të caktuar, në një vend të caktuar, në një organizim të caktuar, nëse më shumë njerëzve ju jepet mundësia për të udhëheq, për të pas pozitë vendimarrëse dhe nëse ky numër i madh i njerëzve ndryshohet, atëherë i vjen që ne kemi një grup të shëndosh të njerëzve, të cilët janë të aftë me marrë përgjegjësi edhe me bë mirë për komunitetin dhe qytetin apo edhe vendin në të cilin jetojnë. Ne po me të drejtë po konsideroni që po përshëndrohet në një shkollë, edhe unë e thash që duke ju dhënë mundësi trive të edukohen, ne po krijojmë kuadro edhe për vete, pra po e përmirësojmë veten duke ndihmuar të trive dhe duke i përfshirë ata në organizat, dhe normalisht ne nuk jemi ata të cilët dëshirojmë që të kufizojmë rolin e tyre në role më të limituara, por dëshirojmë që të japim mundësi. Nuk është Avniu më herët e ka përfunduar mandatin, pra mandatin të cili është para po atër 2 vite, dhe në momentin që ka përfunduar ka vazhduar studimet, po është e vërtet që me Albanin është një rast i tillë, edhe që në një të ardhmë të afër do të jetë edhe në rastin tim, po konsideroj që edhe vetë njerëz të tjerë vlerësojnë se organizata nuk është që ka pas një rënje në performancë, mirë po përndryshe, sipas edhe vetë donatorëve të mbështesin në vazhdimsi organizatën, konsiderojnë se kjo çuditërisht i ka bë mirë organizatës apo nuk i ka bë dëm vetëm se e ka përmirësuar situatën. Unë vlerësoj që organizata po ju jep mundësi të rive, po ju jep mundësi edhe njerëzve të tjerë profesionistë të fushave të caktuara, edhe për këta do duhet që personalisht të ndihem krenar, por gjithashtu edhe gjithë aktivistët e organizatës të ndihen krenar për një mundësi të tillë që mund t'ju jepet. Mirë, Arber, besojmë që INPO do të vazhdon domethënë të fuqizojë profilin e vet si një nga organizatat e fuqishme të shoqërisë civile. Nëse s'ke për të shtuar diçka? Jo, përpos me të falenderu për mundësinë e dhënë që ne të zhvillojmë një bashkëbisedim dhe të prezantojmë disa prej aktiviteteve dhe të arriturave të organizatës këto ditëve të fundit, dhe unë uroj që të kemi një bashkëpunim të mirë, sepse besoj që media dhe shoqëria civile bëjnë një bosh të fortë kundrejt pushtetit. Besoj që edhe televizioni tema do të jetë afër aktiviteteve të juaja, edhe atëherë kur keni konferenca dhe paraqitni raporte nga
monitorimi i qeverisjes komunale, por jo vetëm komunës sonë, por edhe komunave tjera. Shikues të nderuar, këtu është fundi i misionit tonë. Faleminderit që na ndoqët dhe vazhdoni të qëndroni me televizionin Tema. Faleminderit. Faleminderit.